Sulmuesi kombëtarët shqiptarë Mirto Uzuni u largua në Spanja dhe Europa në merkaton e janarit për të bërë pjesë e skuadrës së Austin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së fundmi ai ka dhënë një intervistë për Austin Channel ku ka folur për karrierën e tij. Kam nisur të luaj që kur isha i vogël dhe sigurisht jam rritur duke u stërvitur. Kjo ishte zgjidhja ime vetë në shtëpinë time, kështu që nuk ka pasur një fëmijë të lumtur. Dhe vetmja zgjedhje ishte të isha futbollist sepse nuk ishim të pasur, ishim një familje normale. Po punoja shumë, më kushtova kohën time futbollit, po jepja gjithçka. Prandaj jam sot këtu. Nuk është fat, është punë. Uzuni ka arsye të jetë krenar për arritjet e tij ku në 3 sezone me Granadën, një klub me mbi 90 vjet histori, ai u bë golçnuesi më i mirë i huaj të gjitha kohërave të klubit me 49 gola në 106 ndeshje. Mund që në shumë gola kam thyer rekorde, thot Uzuni. Megjithatë, Beratasi gjithashtu e bëri të qartë se nuk ka interes të ndalet në arritjet e së kaluarës, duke thënë, qëllimet e mia janë të qarta dhe unë dua të shkruaj histori. Ai shtoi se, e kaluara ime më mësoi të vlerësoj atë që kam tani, prandaj po jap të fish në fushë dhe nuk jam kurrë i lumtur dhe gjithmonë jam i zemëruar. Nuk bëhet fjalë që unë të jem egoist apo të sjell këtë mentalitet. Kjo nuk është një mënyrë e mirë për të ndihmuar ekipin. Dua që skuadra të më shohë mua si shembull, kështu që unë po punoj shumë çdo ditë, e dini, dhe gjithashtu bëj gabime. Duhet të jem më i mirë çdo ditë, kështu që mendoj se ekipi nuk shkon në rrugën e gabuar sepse ne duhet të përmirësohemi të gjithë dhe unë i pari, përfundoi Uzuni.